Mirëmëngjes të dashur peshqi, do bëjmë një mesazh për ju nga letrat hebreje të dashur, që në kjo letër quhet Hazed apo Hezed, dhe sjell me vete një përulje. Madhështia e madhe vërtet lind për ata njerëz apo janë të mëdhenj fitues të suksesshëm për ata njerëz që dinë të përulen. Në këtë letër shohim një figurë që përkulet përpara mbretit, por jo nga frika, nga derimi dhe gatishmëria për të shërbyer me dinitet. Tani, kjo është një ftesë në fakt për të pranuar çfarëdo lloj udhëheqje dhe të përulesh për ata që kanë ecur para teje dhe të mbash porosinë si forcë, por jo si dobësi. Ndonjëherë ndoshta krenaria na vë përpara shumë sfidave, duke qenë jashtëmase krenar, humbim, dështojmë dhe zhgënjemi. Mos harroni të dashur peshqi që nuk jeni më pak kur përulesh. Përulësia hap dyert që absolutisht krenaria i mbyll. Pra, më pak krenari në ca gjëra, më shumë përulësi në jetën e juaj të dashur peshqi.